do të qëndrojmë te politikanët, artistët, figurat publike në përgjithësi. Sa janë gati këto personalitete, sepse ti ke patur të bësh me botën e jashtme. Ke patur të bësh me njerëz të cilët botën e kanë nëduar dhe do me thënë famën e kanë kaluar me miliona, biliona klikime. Sa janë gati këto personazhe këtu në Ballkanin ton të jenë të famshëm? Gatishmëria nuk vjen, do me thënë, shpejt. Është një proces gradual. Me fat keq, do me thënë, në vendin tonë Ballkanës, se ne shohim personazhet që rritën shumë shpejt në famë. Është e njëjta ti nëse merr një ujë për një liçene dhe nuk e kanalizon dhe e lëshon biteve livadit. Do me thënë, mund të jetë një proces shumë shkatrues. Sefte nga ana personale. Do me thënë, si person, nuk mund t'i përcjellish eventat dhe mendimet dhe vendimet çdo ditë që i bën. Për shkak se pritshmëria kur fillon rrugës së famës zmadhoj shumë shpejt. Do me thënë, nuk është graduale. Për këtë sens, do me thënë, kur e shoh ndryshimin me personazhet në botë që janë me të vërtet A-list celebrities. Ata me kohë punojnë me ekspertat që nga dalë ka dale të bëhen drejtat e hetimit. Korrekt, që të jenë një dritë e qëndrueshme për njerëzimin. Pse? Për shkak se ata kanë një rol shumë kryesor për ndryshimin e mendimeve, për frymëzimin e popullit ose për shembull muzika neve në tam botën na ka bashkuar. Vërtet. Domethënë ku të shkosh në përbot, muzika i bashkon njerëzit. Njëta gjë edhe roli i filmit për shembull. Filmat në gjithë, edhe prej zvogël i dëshirojnë filmat. Domethënë kena do një person ose një aktor që dëshirojnë të bëjnë asjat. Domethënë shumë njerëz frymëzohen për këta yje që bëjnë të famshëm. Domethënë ti si njeri nëse shkon në atë periudhë, posaçërisht nëse hyp ti për shembull hyp në emision si Big Brother dhe krijon shumë shpejt famë, po ti se ke përgatitur psikologjinë, është e njëjta që ta thatë kur e lëshon të liçenin direkt pas një farë kanalizimi. Do me thënë e fama që mund të rritet me njëherë ka raste edhe që të bie automatikisht. Automatikisht, jo se të bjerë, po serte është efekti ke personi. Pastaj është efekti se ai person ka partner ose familje ose fëmijë ose s'ka lidhje ose rrethinën. Pastaj vjen gjithçka. Domethënë është shumë mirë që personi të rritet psikologjisht që mos e keq përdore famën. Edhe ta shfrytëzosh as si një gjë më të mirë. Gjë më të mirë për një qëllim që dëshiron.